الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الشقاء إلى سعادتي الآخرة والدنيا. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, nënshtrimet dhe adhurimet me të drejtë takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falënderojmë për të mirat dhe begatitë e panumërta. Allahu xhelle shanu i kërkojmë falë për gjunahet tona të shumta. Salavat dhe selamet tona e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, roli i xhamisë në Islam është një rol i pazavendësueshëm. Rëndësinë e cilit pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon me veprimin e parë, të cilin e ban sapo arrin në Medinë pas hijretit, duke vendos themelet e xhamisë. Në fillim të xhamisë Kuba e pastaj të xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, për të na mësuar dhe për të na treguar se një shoqëri islame dhe njerëz të cilët dojnë ta praktikojnë islamin është e pamundur ta realizojnë atë të shkputur apo të distancuar nga xhamia. Ndaj roli kryesor dhe objektivi kryesor i xhamisë është njësimi dhe madhrimi i vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj edhe nga minarët ngritet gjithherë ezani në të cilën thuhet Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Në minare ngritet ezani në dëshmin Ashhadu an la ilaha illa Allah, se nuk ka të adhuruar me merit tjetër pos Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i tij. Andaj xhamia rolin kryesor e ka që njerëzit të cilët vinë në xhami ti mësoj e ti edukoj dhe ti mundsoj aty në të realizojnë wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Thot Allahu xhalla shanu dhe me të vërtet xhamiat janë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për Allahun subhanahu wa ta'ala, andaj mos e adhuro askan tjetër, mos e lot askan tjetër pos Allahu xhalla shanu. Andaj është e pamundur të kuptohet jeta e besimtarit në distancë nga xhamia, e shkputur nga xhamia. Andaj kanë ardhur vlera dhe rëndësi të shumta për ata të cilët i vizitojnë xhamiat. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka treguar dhe ka thënë se namazi me xhamat është më i vlefshëm se namazi i cili falet vetëm në një transmetim 25 herë, në një transmetim 27 herë. 27 herë më i vlefshëm është namazi me xhamat se sa namazet që falet vetëm. Megjithatë, ka plot prej neve që nuk është se na bën përshtypje shumë këto hadithe. S'është fort që na nxisin, andaj muna me kalu shlirë shumë rrugës, edhe më është të thirë ezani për namaz drekës, ose për namaz të ikindis, ose për namaz të akshamit, dhe e dim vetë dishëm se me shku në xhami i kena 27 herë basevap, ama thuhajt se falit e shpia. Me po vakia të nduar vëllezër, më po shumë të sinqert. Mos me fol shumë filozofia, më shumë sinqert më bë. Me thon filan veni kimi marr 1000 euro. Ama veç do hapa mi po pak atje kimi marr 27000. Ti e din ku shkon. Unë s'po tham kur jam, më veç po tham ti e din ku shkon. Nëse përkthejmë me këto çmime shumë të papërfillshme në raport me shpërblimet që i ka Allahu xhalla shanu dhe i ka përgatitur. E kur Allahu xhalla shanu e ka ditë se robët e tij megjithatë kanë një shpërfill shpesh herë këto shpërblime të mëdha, e ka bën një herë në javë obligative me orë xhami. Andaj namazi i xumës nuk pranohet vetëm. As nuk ban më mlet 2-3 vet diku në çarsh që ti më fal. S'ban. Duhet me kanë me urdhën nga përgjegjësit e organizimit të jetës fetare në vendin ku njerëzit jetojnë. Andaj Allahu xhalla shanuhu wa ka bën muslimanëve detyrë, obligim të paktën një herë në javë me vizitu xhamin.
Andaj thot Allahu xhalla shanu ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah. O ju të cilët keni besu, kur të ndëgjoni ezanin, pra kur thirr ezani për ditën e xumë, për namazin e xumas, shpejtoni, leni këtë çka keni, wadharul bay, leni shit blerë, leni tregtin, nëse ki dyqan ja çet çelsin aty, nëse je të punu ndërtimtari e lën ato, nëse je të punu nara e lën ato, kudo që ti jesh, le se është të thirr Allahu me një diçka që është shumë më madhore. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka bë obligim namazin e xumas dhe besimtarët e kanë për detyrë faljen e këtij namazi. A është veç detyrë? Jo, Allahu xhalla shanu e ka bë obligim njerëzve ditën e xumas me ardhmë fal namazin e xumas, po përveç kësaj Allahu ka përgatitur shpërblime të shumta. Andaj këtë ditë e xumas, pra dita e xumas, shpërblimet për këtë ditë dhe shpërblimet të cilat lidhen me këtë ditë janë nisën prej namazit sabahut. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam na ka mësuar ka thonë namazi më i mirë është namazi me xhamat në xhami në ditën e xumas. Prej atëherë janë nisë besimtarë më përgatit për ditën e xumas. Prej atëherë fillon përgatitja për ditë xumas. E pastaj pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë ghaslu yawmil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ka thonë pastrimi, gusli, pastrimi në ditën e xumas është detyrë e secilit besimtar. Sepse po shkon në takim me Allahun subhanahu wa taala dhe po shkon në një vend ku ka dhe njerëz tjerë e duhet me pas kujdes ndaj ndjenjave të tyre. Mos me shku njëri i papastër sepse i mundon ata, e i lëndon ata, e ju ban padrejtësi aty në zullum aty në me, nëse njeriu është i papastër. Ndërsa për takimin me Allahun, Allahu xhalla shana ka thonë khudhu zinatakum inda kulli masjid. Përgatituni veshni teshat më të mira. Veshni rrobat më të mira kur të përgatitni për me dalë namaz para Allahut subhanahu wa taala, sepse po takoheni me Zotin e botrave, me krijuesin e gjithësisë, me ato që ka në dorën e tij, në posedimin e tij, në udhëheqjen e tij, gjithçka që dim e që nuk dim, që shohim e që nuk shohim. A del njëri që ashtu i papërgatitur? Nga se vlerësimi i takimit me Allahun njërin ka me bot gatshëm për përgatitje. Andaj shpërblimet që janë për ditën e xumas, hadithet që flasin për këtë ditë janë shumë të zëndrum. Po gjithashtu kjo ditë ka edhe disa edukata. Këto edukata të zëndrum, na e dim se shumë prej neve i kemi ni, po jo rallëherë po na ndodh që me ardh njerëz të rinë në xhami, elhamdulillah vazhdimisht, e është e nevojshme me ja u kujtu pastaj disa prej këtyre edukatave. Që me kuptu se ardhja ditën e xumas, pra fillon qysh nga sabahi më përgatit. E fillon pastaj nga pastërtia, e nga veshja e rrobave të mira, sepse po shkon njëri në xumas. E pastaj ardhja herët në xhami. Vëllezër ndum janë disa përjetime, të cilat na e dim se me përsëritjen e shpeshtë të tyre ose me bashkëjetimin bashkë me to na u bën zakonshme. Po me bo vakia me u munu me i përkthy qito kuptime dhe me u munu me i pa realisht qësh janë në realitet, wallahi, zemra e njeriu ndoshta do të pëlqite nga ngazllimi e nga gëzimi e nga përjetimi. E hajde ta ndëgjojmë një për këtyne haditheve. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha kana yawmul jum'a, kur tosh dita e xumas, waqafatil malaika ala abwabil masjid. Melaqet nalen tek dera e xhamis. Pa janë do melaqe që nalen te dera e xhamis. Çka bojnë ato melaqe? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fayaktubun al-awwal fal-awwal. I shënojnë emnat atyre të cilët vinë. Të parin, dytin, tretin e kështu me radhë. Secilin e shënon emnin e tij. A ndim na me bë me niç ato lëvizjet e që aty në lapsa të me lajkeve që po na shkruajnë emnat, që ta emna kanë me i dërzu të Allahu subhanahu wa taala, Allah është i mirë informuar për këtë. Me çfarë ndjenje be vën xhami? Me çfarë gëzimi vën xhami? E pastaj na kanë nxit pejgamberi që më ardh herët në xhami. Jo marr me bë mohabet, jo marr me fol për politikë, jo marr me përgojun njëri tjetrin. Jo me ardh në xhami me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, ai që vjen sa hatin e parë, në orën e parë, domethënë ai që vjen i pari, ka thonë është sikur na me bë kurban një deve. Ai që vjen i dyti, domethënë në masti, në orën e dytë, në kohën e dytë, ka thonë është si me bë kurban një lup. Ai që vjen pastaj është si me bë kurban një dele.
Ai që vjen edhe më vonë është si me bë kurban një pul. Ai që vjen edhe më vonë ka thonë pejgamberi është si me bë kurban ose me dhon për Allahun azza wa jall një vezë. Na këtë gëzoma, apëton, madje ka plot për njerëzve që thojnë, apëton, e përmeni për punëve të mëdhaja që ata e bojnë është kurbani që e prej një herë në vjetë. Thot hoxha, one kurbanit kur nuk i iki. Për jam së pëllë, çdo ditë gjumaje ki mundësi para Allahut me dhon kaj kurban. Madje jo kurban thjesht, po kurban të madh. E pastaj çka thot pejgamberi sa në fund, thot kur t'ja nis imami me fol në hutbe, me lajket i lën lapsat e tyne. Që i bjen ata cilët vinë apo të në vonë, e këtë vënese kanë parë syje, se di shabat. Amo për jamësën për dhëtë, me lajket i lanë lapsat e tyne, sepse edhe me lajket e ndëgjojnë hutben. E ndëgjojnë hutben e cila flitet. Këtu nuk flet individi vëzni. Këtu nuk flet personi. Allahu i ka dho shejtëri këti veni. Që ti veni kone jam, Allahu i ka dho shejtëri. Dhe me dit ju me dit. Peshen edhe barën e sasoj përgjësie që e bartëm na, që dalëm këto, wallahi kishit me na mshëru shpesh herë. Sepse këto nuk flasëm për vetën tonë. Këto s'flasëm në amën tonë. A ti në vazhnjë, këto thëna ka thonë Allahu, këto thëna ka thonë pejgamberi a.s. Qa kena me thonë Allahu të pejgamberit në qofë se në herë për hera vjena më numi abo qefin juve. Po dhe qka kena me thonë Allahu dhe pejgamberit në qofë se në herë nuk ka kena tërhek vrejtjen. Të dhe jëbe hajde t'i marim pak me të mirë. E pejgamberi na ka mësuar se në xhami përveç adhurime, mësime, njëri edukohet. Ande ka hyrë një herë një njeri në kohën e pejgamberit, kur pejgamberi ishte të mojt hutbe. Thot dakhala rajulun fatakhatta, domthon ka një njeri dhe ka fillu me ecë në xhami, me i kalu kokat e njerëzve. Njeri mi njeri, apo kupton? Edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam i ka thonë ijlis, në hutbe u kon. Ka thonë ulu. Ka thonë se jetu i lëndu njerëzit, jetu i pengu njerëzit, jetu i prish ranin, se tash edhe me laqet ngujnë lemo ti. Apo? Edhe me laqet ngujnë, lemo ti me i kalu kokat e njerëzve, sepse ka edukat kjo punë. Ta kemi Allahun azza wa jall. Kemi me ndëgju ato cilën Allahu ka thonë. Kemi me ndëgju ato cilën pejgamberi alayhis salam na ka porosit. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam thot: "Idha qulta li sahibek ansit yawm al-jum'a wal imamu yakhutub faqad laghit." Thot në qoftë se i thu shokut tan, atij cilit je afër. Apo mundet dikush me fol, e ai që është afër veç me thon hesht, veç çikaç. Shuj me thon. Mos fal. Veç çikaç me thon. Pejgamberi më ka thon ke bë laghu. Imam Ahmedi pastaj kur e shton në transmetim tjetër të këtij hadithi, thot ai i cili ka bë laghu në ditën e xumë, thot Imam Ahmedi në plotësimin e këtij hadithi, thot men lagha falaysa lahu fi jum'ati tilka shay'a. Ai i cili ban laghu, pra ai i cili flet në ditën e xumë, madje edhe në qoftë se kjo fjalë veç hesht me thon, ka thon nuk ka shpërblim të asoj dite. S'ka sevap. S'ka sevap. E na kemi ndëgju vëllezër nderuar se domos pjesa jashtë atje që falen e kanë bajegë të lash këtë pjesë. Andaj sot kemi pas dëshime të hek vrejtjen. Sepse ajo ndjenja se jena jashtë atje nuk është shumë problem, apo hajt ata janë të fal mbrana, na këtu mujna me bë mohabet. Andaj kushdo mos me hub shpërblimet e sevapet, pe jam son po na thotë se kur ka ardhur xhumo ka ardhur veç për Allahun azh. S'ti intereson për kush apo ban atë. E nëse ka ardhur ato ke shprehje atë, para mendo ata të cilët xhumo kshyrin atë tjetrën që është po falet, të mëndzë spresin mas xhumoj mi përgojue, mëndzë spresin me thonë apo ai boni kështu, ai tha kështu, ai boni kështu atë. Xhumoja ka madhështi, xhumoja ka kuptime, xhumoja ka nënshtrim ndaj Allahut. Mas xhumos njëri del, ndëgjon me vëmendje sepse del me mësime, të cilat i nevojiten e kanë me i kry punë atij gjatë jetës tij. Po vëllazë ndërua. Andaj besimtari gjithçka që lidh me xhumo, dhe gjithçka që lidhet me tubime të cilat takohet me Allahun, dhe gjithçka që e lidh me vende të cilat kanë hak edhe të tjerët, besimtari duhet me pas kujdes. Andaj për shembull, çka më thon ata të cilët e përdorin telefonin, çka më thon atyre të cilët flasin telefon, ata të cilët gjatë hutbes apo hyjnë për rrjetet sociale, jo rrallë herë për këtij pozicioni i kena pa xhamatën apo gjatë hutbes hin në internet. Gjatë hutbes hin në për
në për lexim të lajmeve ose ku po diun apëtën. Andaj padyshim se nuk e ka kuptuar mirë atë pjesën e shkrimit të emrave dhe dorëzimit të atyre emrave të melajkeve tek Allahu subhanahu wa taala, përndryshe ndjenja dhe përjetimi i secilit prej neve do të ishte ndryshe. Vëllezër ndëruar, ardha në xhumë është privilegj. Ardha në xhumë është përzgjedhje nga Allahu. Na nuk jena këtu pse jena më të mirë, na nuk jena këtu pse jena më të pastër, na nuk jena këtu pse kena parë më shumë, na nuk jena këtu pse rrjedhëm pe familjeve më të mira, na jena këtu se kena ditë vet. Allahu na ka përzgjedhur që të jemi këtu. A dini mo çka i bën me të përzgjedh Allahu, me i dal Allahut përpara në ditën e xhumë? Nga në këtë hadith. Në dëgjën e këtë hadith vëllazër. Krejt që të kuptimet cilat i përmenum, i përmbledh me një hadith të cilën e transmetojnë 4 imamet në 4 sunenet e tina, edhe Abi Davudi, Tirmidhiu, Nesavi dhe Ibn Majah. Për këtë hadith Imam Albani dhe Sheikh Shoaibi, Sheikh Abdul Qadir thonë se hadithi është sahih, hadithi është i vërtetë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men ghassala yawm al-jum'ati wa ightasal", ai cili pastrohet në ditën e xumës, ai cili merr gusl, pastrohet në ditën e xumës të shtëpia e tij. Thot wa bakkara wa ibtakara, dhe vjen herët pastaj, mundohet të ardh herët, sa më herët që ka mundësi. Sidomos ata të cilët nuk kanë obligime, nuk kanë ndonjë detyrim që duhet me plotsu. Thot wa masha wa lam yarkab, ec e nuk hip në diçka. Ec, kush ka mundësi edhe ka hapësirë edhe ka forcë edhe ka fuqi edhe ka shnet, është mirë me ec ditën e xumës për me ardhur në xhami. Thot wa dana min al-imam, e tash këtu mund me ndëgjua ata që janë jashtë. Thot dhe ofrohet afër imamit. Po s'është punë qefi këtu, është punë shpërblimi. Thot ofrohet afër imamit për të gjithë ata të cilët ditën e xumës e lajnë me u vonu me qëllim se atje pak ma flat. Mundet me ka pak ma flat jashtë. A më qëtu ma se vapë. A kuptani? Pastaj edhe ata cilët vinë ma vënë, cilët nalen ma mrapa. Për ata ndërënditja safave, plotësimi safave është edukat, është mësim. Thot për jam se mua dena min el imam, ofrohet afër imamit. Edhe e ndëgjën hutbën me vëmendje. Pse ndëgjën hutbën? E ngon për mi marrë në fjalë mi praktiku. E ndëgon sepse Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Fa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu", kur të flitet Kur'anit, dëgjoni për Kur'anin, dëgjoni ata. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush i ban të gjitha këto, ai i gatshëm me ndëgju çfarë përmendje ka premtuar Allahu. Ai i gatshëm me ngu çka ka bë Allahu për çita njerëz. E un kam ymyt dhe shpresë dhe mendim të mirë që secili prej neve jemi pjesë e këtij hadithi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Kana lahu bi kulli khatwatin", Allahu ka mja shkru që ti njëri në gjdo hap cilin aj e ka ba, ajër, shpërblimin e sijamin wa qiyam të agjerimit edhe të namazit, sene, për një vit të tërë. Sa mundet më falë njëri, dhe sa mundet në agjeru, në file, për një vjet, Allahu në gjdo hap të ditës së xumës, cilën ti vjen xumë me çito edukata dhe çito rregulla dhe çit koncentrim dhe çit përqendrim dhe çit mendim të mirë për Allahun dhe çit bindje se ka me marr diçka, e ka me praktiku, pejgamberi sa po thot Allahu subhanahu wa taala shkruan. Ande a ka njerëz më të privilegjuar, më të ngritën se ata të cilët Allahu i ka përzgjedhur me kon ditën e xumës në xhami? A ka njerëz që duhet mu gëzu më shumë? A ka njerëz që duhet mi përjetuar se ata këto më shumë? Padyshim se vetëm na nevojitet me largu perden e gafletit, perden e shkujdesis që me i përjetu pastaj e me i marë shumë seriozisht, e me i marë shumë konsiderat të gjitha këto premtime, të gjitha këto garanca, të gjitha këto mësime e këto edukatat të cilat i përcil dhe i bartë në vete dita e gjuma për ta kuptu se pastaj kjo dritë, këto mësime dhe këto përjetime të pakten duhet na përcilin deri në gjumën tjetër, edhe në jetën tonë, edhe në secili moment të jetës tonë në raport me Allahun subhanahu wa taala, po edhe në raport me të tjerët. Allahu xhalla shanu na i pranoft çdo punë dhe çdo vepër që bëjmë. E çdo hap që ne kemi bën në këtë ditë xhumë, që kemi ardhur në këtë vend me madhru Allahun subhanahu wa taala, e me lavdru ata, e me nështru atij, Allahu mos na privoft nga shpërblimi
i agjerimit edhe i namazit nafile për një vetë të tërë.